A e dinje që me njerëzit më të afërt që ne kemi, si nëna, babai, motra, vllai, partneri jon, bashkëshorti, bashkëshortja, gjithashtu dhe shokët, shoqet dhe shumë njerëz të afërt që ne takohemi, jemi takuar shumë herë në jetët e mëparshme. Në qoftë se dhe ti beson në jetët e mëparshme, gjithashtu në qoftë se dhe ti beson që me shumë shpirtra që ne takohemi kemi një karmë dhe jo vetëm një, varet në sa jetë jemi takuar me atë person dhe kemi karma pozitive dhe karma negative. Çfarë është karma? Karma është mësimi që bën shpirti ndërmjet një shpirti tjetër, evolimi, zhvillimi. Dhe këtu dua të them, në qoftë se dhe ti do të mësosh në sa jetë je gjindur me personat që të rrethojnë, me personat më të dashur, gjithashtu dhe në qoftë se do të mësosh çfarë karme, çfarë mësimi pikërisht erdhe të bësh dhe të ke me këtë personin më të afërt dhe është pozitive a negative dhe si ta mbyllësh çdo karmë me këta persona, jam Merita Cake, terapiste energjetike, trajnere, shkrimtare dhe mësuese e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Gjithashtu jam trajnere për të mësuar dhe të dhënë të gjitha këto mësimet t'i bësh tëndet dhe në të njëjtën kohë mundesh të punosh me gjithë njerëzit dhe të shikosh dhe të plotësosh, të mbyllësh karmën me çdo shpirt që je më afër ose më larg. Si e kuptojmë kur kemi një karmë negative me një person? Do thëmë, pa na bërë asgjë, ky person neve na nevrikos, na vjen mlev, duhet të largohemi dhe mos e çojmë më poshtë, kemi vetëm zënje, kemi sherra shamata dhe këta janë shpeshherë dhe njerëzit më të dashur të familjes tonë. Por çdo gjë, siç kam thënë, ka zgjidhje për çdo problem që ke. Dhe jo vetëm një, po ka 2 e 3 zgjidhje. Por zgjidhja më e madhe është që ti të vendosësh që vërtet të bësh diçka ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Dhe jam këtu të them, në qoftë se do ta mësosh çfarë ke me nënën me babaj, me të gjitha njerëz që përmendëm, ose ke karmë pozitive ose negative, akoma dhe me njerëzit që ti je shumë e dashur me atë person, do të mësosh pse ke ardhur, çfarë karme po të pasqyron dhe çfarë karme dhe çfarë kontrate ke bërë me këtë person, edhe këta mund ta mësosh dhe do të mësosh sa herë je gjendur me këtë person si shpirtra në sa jetë. Mund ta mësosh duke më dërguar këtu mesazh ose në numrin 0030 699 321 46 37 në Viber, WhatsApp, Telegram, në privat, që të mësosh si mund ta gjesh. Ndryshe, në qoftë se je interesuar që ta bësh edhe ti, të kesh atë kodin, të kesh çelësin që ta bësh sa herë të duash për një jetë të tërë, këtë mund ta marrësh dhe si trajnim. Më pyet për çmimin për njërën, për të parën, dhe më pyet dhe për çmimin për të dytën. Dhe nëse të intereson, më shtyp zemrën këtu dhe shkruaj po më intereson për të mësuar nga të ta bëj unë, apo e do të marrësh trajnimin. Ju dua shumë dhe paçi ditë të mirë dhe të bukur. Çdo gjë mund të vijë ashtu siç e doni ju, mos harroni që ka zgjidhje kudo. Dhe zgjidhja e parë je ti që të marrësh vendimin. Dhe mos harro që të investosh tek vetja jote dhe jo në gjëra të tjera, po bëj të parën veten tënde, veri në vendin e parë.
Kur ti të vesh vetën tënde në radhë të parë, do shikosh që çdo gjë do shkojë në rregull. Ju dua shumë.